Pjesëtar të policisë të sektorit për punë të brendshme në Tetov nga stacioni policor në Gostivar, dje në mëngjes kanë kryer një kontroll në apartamentin e 30 vjeçarit me iniciale ND nga Gostivari, i lokalizuar në rrugën Goce Delqef në Gostivar. Pas kontrollit të realizuar me urdhëresë gjyqësore, në një nga dhomat e apartamentit janë gjetur 10 paketime me heroin. Sasia e gjetur e heroinës si dhe një telefon celular dhe rreth 27.000 denar me vërtetim janë marrë, përderisa ND dhe 41 vjeçari me iniciale HU nga fshati Raven, i cili gjatë kohës së kontrollit është gjendur në apartamentin në fjalë, janë arrestuar dhe janë mbajtur në stacionin policor në Gostivar. 2 të dyshuarit nga Gostivari tek të cilët u gjet drogë do të nxirren sot para gjykatës në Gostivar dhe do të përballen me padi e cila do të procesohet në procedurë të rregullt dhe jo në një procedurë të shpejtë. Dje mbrëma rreth orës 23 në qendrën urgjente të spitalit të Gostivarit është sjellur një 35 vjeçare nga fshati Forin, e cila në tentim të helmimit ka konsumuar 10 tableta. Pas dhënies së ndihmës së parë, 35 vjeçaria është lëshuar në shtëpi. Sipas policisë, shkaku i tentimit të helmimit kanë qenë problemet me të dashurin e saj. Gjithashtu, policia njofton se për shkak të mungesës së dokumentit të identifikimit në Gostivar është identifikuar një person shtetas i Shqipërisë, i cili në mungesë të dokumentacionit përkatës është dorëzuar në sektorin për kriminalitet ndërkufitar dhe readmisim për procedurë të mëtejshme.